tallë me pasagjerët duke thënë se kishte bombë në çantë. Gruaja nxirret nga aeroplani përpara nisjes. Një incident i pazakont ka ndodhur në aeroportin ndërkombëtar Saekarno Hatta në Jakarta të Indonezisë, ku një grua e moshuar është nxjerrë nga aeroplani pak para nisjes pasi bëri një deklaratë të rreme për praninë e një bombe në çantën e saj. Pamjet e publikuara në rrjete tregojnë momentin kur gruaja e shoqëruar nga punonjës të sigurisë dhe personeli i avion kompanisë largohet qetësisht nga avioni duke marrë sendet e saj personale pa bërë asnjë koment. Ngjarja ndodhi pasi e moshuara i kishte thënë një styardese se kishte bord një bombë. Kjo deklaratë aktivizoi menjëherë protokollet e sigurisë. Stafi njoftoi pilotin dhe autoritetet përkatëse, të cilët reaguan pa vonesë. Pas verifikimeve të kryera nga autoritetet, u konstatua se gruaja nuk mbante asnjë mjet të rrezikshëm me vete. Incidenti është trajtuar si një alarm i rem, ndërkohë që nuk është bërë ditur nëse ndaj saj do të ndërmerren masa ligjore. Autoritetet ajrore u bëjnë thirrje udhëtarëve të mos bëjnë shaka me çështje të sigurisë, pasi deklarata të tilla mund të shkaktojnë panik dhe vonesa të konsiderueshme në fluturime.